Kush do jetë president apo presidente e re e Kosovës? A do ta kemi atë me 4 mars, kur edhe përfundon mandati i presidentës Vjosa Osmani. Takime mes Albin Kurtit, liderit të vetëvendosit që ka shumicën në kuvend, dhe liderëve të partive opozitare Bedri Hamzës së PDK-s e Lumir Abdigjikut të LDK-s ka ndodhur e po ndodhen. Por pajtim për ndonjë emër konkret ende nuk ka. Ndërsa presin vendimin nga përfaqësuesit e zgjedhur, ne sot po ju shpjegojmë procedurat e zgjedhjes së presidentit. Për ta thirrur seancën nevojitën të paktën 2 kandidatura, secila me 30 nënshkrime të deputetëve. Në 2 raundet e para kërkohen 80 vota, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota, por vetëm nëse në sallë janë të paktën 80 deputet. Vjosa Osmani, presidenti aktuali, ka deklaruar se synon edhe një mandat, por emri i saj nuk është përmendur si i propozuar nga partitë. Andaj, edhe nuk dihet nëse ka votat e mjaftueshme për një mandat të ri. I gatshëm për të propozuar për president është shprehur ish-ministri i Administratës Publike dhe Arsimit, Arsim Bajrami. Kryeministri Kurti ka thënë se profesori Murat Jashari, që vjen nga familja Jashari, do ishte ideal për pozitën e presidentit. Por vetë Jashari tha se nuk ka ambicje për pozitën e presidentit. Lideri i PDK-s Bedri Hamza i ka bërë ofertë Kurtit që kandidimin ta bëjë partia e tij, por nuk ka përmendur ndonjë emër konkret. Pozita e presidentit në Kosovë është kryesisht ceremoniale, për shkak se vendi është republikë parlamentare dhe prej një presidentit kërkohet të jetë figurë unifikuese mes partive politike. Nëse vendi dështon që të finalizojë këtë proces me kohë, atëherë përballet me zgjedhje të parakohshme parlamentare, pa i bërë ende një muaj prej kur u bë me qeveri të re. Organizatat të shoqërisë civile kanë bërë thirrje që një proces i tillë të shmanget, duke kërkuar që interesi qytetar të vendoset para atij partijak.